Nëse nuk flini dot natën gjatë verës, ja si të shpëtoni nga pagjumësia. Ja çfarë duhet të bëni përpara se të flini çdo natë gjatë verës. Janë me dhjetra këshilla që jepen në rast të netëve të nxehta, spërkatja e pizhamave, e çarçafëve, ajrosja e dhomës, freskia e të tjera. Por janë dy arsye kryesore që rrisin temperaturën e trupit gjatë natës. Dehidratimi dhe tretja e ushqimit. Ja çfarë duhet të bëni në mënyrë që të flini më mirë gjatë verës çdo mbrëmje. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Pini ujë të ftohtë. Për të ndihmuar freskinë e trupit është shumë e rëndësishme që të mos e lësh metabolizmin të dehidratohet, ndaj pini më shumë ujë, pak më poshtë se temperatura e ambientit në ditët e nxehta. Po ashtu mund të mbash një shishe me ujë të ftohtë pranë shtratit në mënyrë që gjatë natës të pish sa herë ke nevojë. Në këtë mënyrë ulet dhe nxehtësia e trupit dhe gjumit dhe mund ta bësh më të qetë gjumin, por mos pini sasi të mëdha, pasi kjo do ju bëjë të shkoni më shpesh në tualet. Hani ushqime të lehta çdo mbrëmje. Pasi keni ngrënë ushqime të rënda gjatë ditës, metabolizmi është mësuar të punojë edhe këtë gjë do ta kërkojë të bëjë edhe gjatë natës. Por kjo mund të shkaktojë gjithashtu edhe rritjen e temperaturës së trupit, meqense ushqimet janë ende në procesin e tretjes. Provoni të hani ushqime të lehta gjatë darkës, në mënyrë që tretja të jetë edhe më e lehtë dhe të mos keni probleme edhe të ndiheni gjithashtu më të freskët në mbrëmje. Fruta dhe perimet të gjalla kërkojnë më pak energji për metabolizmin për të tretur sesa ushqimet e rënda. Kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni shëndetin dhe të mbani larg gjithashtu komplikacionet e tij. Nëse doni që të bëni një gjumë më të mirë në mbrëmje, sigurohuni të përgatisni edhe temperaturën e ambientit të duhur në dhomë. Kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni cilësinë tuaj të gjumit dhe të evitoni gjithashtu problemet që sjell pagjumësia. Gjumi i vështirë në mbrëmje mund të jetë një faktor edhe për lodhjen më të madhe gjatë ditës. Ka ditë kur fillon në zgjatje temperaturave dhe ngrihet procesi i gjumit dhe bëhet më i vështirë të qëndrojë ashtu si duhet në mbrëmje. Netët pa gjumë fillojnë të bëhen më të shpeshta teksa vera zë vend dhe ky problem prek edhe shumicën e personave. Ndërsa duket sikur nuk mund ta zgjidhni në momentin e parë, ekspertët sugjerojnë gjithashtu disa mënyra për të stimuluar një gjumë më të qetë, ku temperatura juaj e trupit është më e lartë dhe gjithashtu temperatura e dhomës mund të jetë akoma më e lartë. Ndiqni këto këshilla sipas Sleep Speaker, të cilat praktikohen her pas here dhe mund të japin gjithashtu një zgjidhje më të mirë për shëndetin tuaj. Si të rregulloni cilësinë tuaj të gjumit në mbrëmje? Mbani një regjim strikt të orareve dhe kjo vlen edhe për zgjimin, po ashtu edhe për kohën kur duhet të shkoni për të fjetur. Mundohuni të flini në të njëjtin orar në shumicën e rasteve, edhe në netët kur nuk keni punë për të bërë të nesërmen. Kështu do ta keni regjimin tuaj të rregullt dhe nuk do të vuani nga shqetësimet e pagjumësisë. Qëndroni vazhdimisht të freskët. Gjatë natës mundohuni të mbani temperaturën e dhomës në ambientin tuaj në momentet më të mira edhe në temperaturën më të përshtatshme. Temperatura ideale është rreth 18 gradë Celsius. Ekspertët këshillojnë që vetëm në këtë mënyrë do të përmirësoni situatën tuaj dhe do të ndjeheni gjithashtu më të relaksuar në mbrëmje. Kjo do ju ndihmojë që të arrini gjumin e përsosur. Mundohuni të relaksoheni her pas here. Kur të jeni të stresuar, të tendosur, të anktosur, gjumi është procesi i fundit për të cilin trupi ka nevojë. Prandaj, kjo mund të jetë e vështirë që të arrihet. Relaksimi plot i trupit besohet se është mënyra më e mirë edhe për të fjetur më shpejt edhe më gjatë në mbrëmje. Mundohuni të qetësoheni dhe të vendosni trupin në stabilitetin e duhur. Përpara se të shkoni për të fjetur, arrini këto rezultate dhe gjumi do të jetë gjithashtu më efektiv. Flini në ambientet e errta. Kur të shtriheni për të fjetur, mundohuni të eliminoni të gjitha burimet e dritës në dhomën tuaj. Sidomos kur drita është artificiale që mund të vinë nga pajisjet elektronike si tablet, laptop, televizor, gjithashtu dhe telefoni. Duhet t'i evitoni ato përpara gjumit në mënyrë që të evitoni
problemet që sjellin në cilësinë e dobët të regjimit të duhur. Zgjidhni gjithmonë çarçafët e duhur dhe i shtroni ato në shtradin tuaj për të arritur një proces gjumi më të relaksuar. Gjithmonë përdorni materiale të lehta në mënyrë që të flini më mirë gjatë verës. Kur keni çarçafë të tillë, kllëfët e jashtëku dhe pijamat të freskëta, do ta keni më të lehtë të arrini temperaturën e duhur të trupit, e cila do ju ndihmojë të arrini një gjumë më cilësor. Materiale të rënda të tilla si mëndafshi ose pambuku e mbajnë temperaturën e trupit në normat e duhura dhe mund t'ju bëjnë që të arrini gjumin më të mirë. Nëse prej kohësh vuani nga këto shqetësime, është më mirë të flisni me specialistin e gjumit për të arritur gjithashtu edhe një gjumë më cilësor në mbrëmje. Sigurohuni t'i përmbajeni edhe një ushqyerje të duhur dhe do ta keni më të lehtë të rregulloni ciklin tuaj të gjumit dhe të evitoni gjithashtu shqetësimet që sjell pagjumësia. Duke u kujdesur më shumë për ushqyerjen tuaj, do ta keni më të lehtë edhe të arrini gjumin tuaj cilësor për të cilën trupi ka kaq shumë nevojë. Vuani nga pagjumësia dhe nuk e dini çfarë të bëni. Nuk ju zë gjumi në mbrëmje, atëherë si fillim duhet të ndryshoni regjimin tuaj ushqimor. Gjatë ditës duhet të konsumoni produkte të duhura të cilat ju ndihmojnë të arrini cilësinë e duhur të gjumit. Ekzistojnë disa ushqime që mund t'ju relaksojnë dhe stimulojnë gjumin. Le të zbulojmë disa prej tyre të cilat janë edhe më të rëndësishme. Pagjumësia është një shqetësim shumë i shpeshtë i gjumit, i karakterizuar nga paaftësia e trupit për të fjetur, pavarësisht nga nevoja fiziologjike të cilën ai mund ta ketë vërtet të madhe. Prandaj, për të arritur gjumin cilësor, ekzistojnë disa ushqime, të cilat nëse i konsumoni si duhet në mbrëmje, do ju japin gjithashtu relaksin e duhur të gjumit, do evitojnë shqetësimet që sjell pagjumësia dhe mbi të gjitha, do të arrijnë që të plotësojnë nevojat e trupit tuaj për minerale dhe vitaminat e duhura edhe për një çlodhje më të mirë gjatë ditës. Personat që vuajnë nga pagjumësia e dinë shumë mirë se sa stresues është fakti që shtriheni për të fjetur dhe nuk ju merr gjumi. Shumë prej tyre përdorin teknika nga më të çuditshmet, bëjnë aktivitete për të ndjerë të raskapitur dhe në fund të ditës blejnë medikamente në farmaci, të cilat stimulojnë gjithashtu cilësinë tuaj të dobët të gjumit. Ekzistojnë disa mënyra të mira natyrale të cilat mund të stimulojnë një gjumë më të mirë dhe një balancë më të mirë të shëndetit. Ekspertët tregojnë se nuk duhet të konsumoni ushqime të rënda përpara se të shkoni për të fjetur, pasi ato mund të vështirësojnë tretjen dhe të krijojnë gjithashtu vështirësi të mëdha me stomakun. Orizi është ideal për të gjithë personat që vuajnë nga pagjumësia. Ky ushqim përmban triptofan, i cili stimulon prodhimin e serotoninës, hormoni i gjumit. Bajamet janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese, të kombinuar ashtu si duhet në vaktet tuaja ditore, do të luajë një rol pozitiv në cilësinë tuaj të gjumit dhe do ju ndihmojnë në dukshëm të relaksoheni dhe të arrini gjithashtu cilësinë tuaj më të mirë për një gjumë më cilësor. Bananet. Bananet përveç se janë të ëmbla, gjithashtu janë të pasura me kalium edhe me magnez. Këto dy substanca do t'i japin trupit tuaj të gjithë elementët ushqyes për të cilët ai ka nevojë. Do të mbajë larg gjithashtu problemet e pagjumësisë dhe do ju ndihmojë të ndjeni më të relaksuar në mbrëmje, duke rigjeneruar edhe energjinë e humbur. Ekspertët tregojnë gjithashtu se shparagu është një tjetër produkt i rëndësishëm ushqyes. Në fund të një dite intensive do të ishte më mirë të çlodheshit duke gatuar një recetë me shparag. Janë të pasura me triptofan, gjithashtu edhe aminoacide të rëndësishme, të cilat do t'i japin trupit tuaj të gjithë elementët ushqyes për t'i bërë balë problemeve të pagjumësisë dhe për të evituar shqetësimet e tij. Duke u kujdesur më mirë për ushqyerjen tuaj, do t'i thoni lam të mirë problemet që sjell pagjumësia. Qershit. Me ardhjen e verës edhe qershit janë një zgjedhje e mirë. Janë të ëmbla të mira, të pasura me melatonin. Do t'ishte më mirë që t'i shtonit ato në dietën tuaj përpara se të shkonit për të fjetur, për të arritur cilësinë tuaj të gjumit. Një gotë qumësht me mjalt në mbrëmje është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj specifik dhe mund t'ju ndihmojë gjithashtu në rast se doni t'i thoni lam të mirë problemeve të pagjumësisë. Gjithashtu konsultohuni me mjekun tuaj për çdo ndryshim të mundshëm që mund të përjetoni. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.